Vatan Med, klinika lidere turke për mbjelljen e flokëve, protezë permanente të flokëve dhe mikropigmentim të flokëve. Tani ofron edhe shërbime dentare dhe estetike me ekip profesional nga Turqia, me teknologji inovative dhe ambient modern, në qendër të Prishtinës. Vatan Med. Na e kallin ojën Jena fort si hekër Na e bojna eger U kall loja Fito Porsche Taycan elektrik me Go Plus dhe shumë shpërblime tjera elektrike duke regjistruar kodin që gjendet nën kapak në lojagoplus.com. Go Plus, go eger or go home. Ky emision mundësohet nga Bookspit. Me mrama dhe mirë se vendin e Barbershop. Sonte me mu Fisin edhe Metin e kam një mesafer shumë special. Jo që është një ndër këngëtarët dhe reperat më të mirë në industri dhe në shqiptari, po edhe jëm rrit me to prej fëminisë e kom dost, e ajo është Majki. Gji, falenderit që erdhe. Po të thiri birë se na shohin familja. Falenderit për ftesën dhe falenderit për prezantimin edhe knaqësi me kom pjesë e emisionit t'juj. Falenderit, apo të pëlqen studiar? Shumë nice. Taman. Jena mënu ma Amerikanës keme bu. New York. Kime shku edhe pak New York, apo? Jo, e kom shty për në maj. Okej. Se koha më e mirë. Do më thonë flash news, Majke vjen maj jo në dhjetore. Net? Majk, na zakonisht fillim e nisëm pak për flak mas e kena të berberi. Di që për para e maj që pak ma të shkurta. Erdh në herë me Fisin bashkë, keni shku në Tiran, hajt treshin. Mos ga bosha, që keni bo një spot, po ke pas këtë gjithë shkurta, ta shpak i ke rrit, po flaka... Po se di, be kështë nuk është që... Jo shumë, po... Po, se di që... Sështë që e kom menu, që është me bo anaj sen, po kështu... Zdi, veç vjen në tërshëm, dhe që është... Go with the flow. Po dhe bëhet bajat, po mja që ashtu zdi sa vjetë pa ta pas një 7 vjetë e ranë, që ashtu shkurt. Po para se mi pas shkurt, unë i kom majt edhe matë gata. Për shembull shkollë të mesme në fakultet i kom pas shumë gata flok. Shkollë fillore më i kom pas shumë gata, dhe që të. Ane i kom shku që ashtu, i kom shkurtu, ka shku një kohë gatë që ashtu, ma letë më la, ma letë më qupi gjumit, gjithë shka është letë, kështu mi pas flok të shkurta, po erdhë koha diqysh me bo një ndryshim se më bu bajat që e frizur. Shtash ka ronë frizur, po të kaldë. Nice i gjitha. Shtash i kom rrit pak, sa me thonë kam flok pak, po ja ka abdin pa më pëlqen. Po, me që për mene shkollën fillore të mesme, na jena dosta pe që kena lu basket për Prishtinën si kadet junior, po du me ndërlidh me basket para se me dalë muzik. Kallëzëm që ja vate nis me lujt basketball dhe qatë kujtohet nga ajo kohë. Oh, basket, tash basket, shumë më të te për fëminis mo. Basket më ka shti me lu Kobe Bryant, që deq. Rest in peace, Kobe. Po, edhe për mu kënë do me thonë inspirimi ma i madhë Kobe, u kënë që kom njës me lujt basket, ma nej si që do ma halë,
ose çdo lagje e Prishtinës me njerë mas luftës që i ka basketi shumë. I ka pas ka 2 kosha, i ka pas në lagje edhe prej aty ka nis, për rrugëve ka nis edhe basketi, manej në shkollat basketit, manej to përparu, to ec, pa ta më rridhe në Prishtinë, fisi u kohë në Prishtinë atëherë, si kadet, junior, manej e kom thy 2 herë dorën, e kom pas që... Je kon e holl e zajt, shumë e holl u kon moj. Po i bash i thash herë në mërëmë kërë kom po, kon majdok, ashtu ka... Po edhe basketi, nice, basketi është dashnia e parë. A menon që të kishe vazhduar të bëj lojtar profesionist, edhe a menon që je basketbollist më i mirë për reperave? A menoj që isha bo profesionist, se di. Nuk e di, me përkushtim edhe me punë, besoj që më në të marri gjithçka, talent sa që s'kam pas. Po besoj që kisha mujt paktën me lujt në ligë të parë ose Super League, në vend që atë më nxon të na po. Definitivisht Belemajki ka lujt, nashta plot nuk e di, para një 5-6 vjetë pa të lujt e ka dhej atë storien që të ka rëzu, dikur dhe të të shu në kong të ka vetë për kong, kur po del kong a re, Pe pas në arru. Ka arru, mu ma nga të regu. E ka rëzu një lejtar, edhe këtë ja ka shi dorën, ja ka po, a je mirë, edhe dyna, ja ka po kur po del hajt trejnëri, me që të lujt, bja pas ka arru. Tu e mojt me ma shumë nëse këtë. Moj gjallë është për Lakersat, edhe e kam një fërk me të, se të kur lujna NBA 2K, gjithë i merë Lakersat, me di që i ka ekipën favorite, po dyqysh gjithë sarë munja bëj lebe, mos i merë Lakersat se këta e si Brazili. Ja, herë në fundit m'ka mujt, po s'kena lujt mati, 2K për ndryshe lujna shpesh, kështu, po... Edhe on Lakersat, Mike, gjithë, edhe për New Yorkit zakonisht, New Yorki ka shumë fond sa të Lakersat. New Yorki? Po, interesant. Për pas Majke, për pas basketit e sportit, ka edhe është ka gjë kështu i multitalentum din që për vizatim se kom dit multidimensional. Po, fisim ka zë për vizatim se kom dit, po e di që aktrimin ka gjë bon mirë edhe din me imitu shumë mirë. Po, aktrim u kon mas shkollës të mesme, jo më kon nuk kom ditë ku mu orientu fakultetin, ku me vazhdu dhe u kon njona prej opcione u kon aktrimi. Kom dasht me shku në aktrim edhe jom shku në aktrim, kur kena pas mu pranu dhe me thënë, kom shku, kom prit disa orë me kejt ata studenta 3 që dhe ishin mu pranu në fakultet të aktrimit, kom prit disa, kur ardhë koha me hi, veç kom ecë. Veç më ka ardhë kështu s'po du me shku në moment fundit e kom ndru dhe nuk e kom vazhdu se diqysh nuk është gjëna se ka diqysh aktor shumë të mirë dhe talentum në Kosovë kër e këqyr, po është gjëna kinematografia, përgjësi filmit e na nuk ka avancu. Edhe nuk ka kur farë perspektive. E më vjen gjëna për aktor se për në me ka talenta shumë edhe aktor shumë mirë, e kur e shumë anej nuk e kom pa vetën që atë. A mo ke lujt me një film? Kom lujt në filmin Diamanti. Kom lujt në filmin Diamanti, po u kon diçka një pjesë shumë e shkurt që nuk kom mujt me kallëzu mas shumë të vetën, plus u kon hera e parë para kamera me aktru diçka për mu, që se kur se kom bo para kamera më qatë njërë, tamën me hi në skenë. A u kon ndryshë ose garant para kamera? U kon shumë ndryshë, po normal, u kon shumë ndryshë, u kon pak siklet, pak stres, pak... Edhe pëso një mësu me njerëzë me publike, po është kejt diçka tjetër në aktrem, kur ten, u kon një pjesë që s'ko mujt as me kallëzu vetën mas mirë asan, po fajn, kështu mirë. Definitivisht sa edhe mu që më ka ndodhur një mësu me lujt basket para 4-5.000 veta, po herën e parë, kërë kom gjiru emisionin, sezonën e parë, më pat kap një farë sikletit, dhe me thonë është kejt sen tjetër. Po, është njona pe talentet që i kam, imitimi ose aktrimi, për ndryshe më edhe me imitu shumë njerëz dhe si shok, si ftyra publike ma shumë reperat, huj, Amerikan më ka ra me imitu shumë. Rick Rossin e kom po një shumë Wayne-in, po është më thonë hajtë bënë, nuk do të me tarë. Janë më tërë shumë dhe qysha. Sigur të thojnë kalzeja një vetë, ja ke po blokur, nështë a i dhe 100 vita. E qaj është, një una, mane është vizatimi, vizatim prej shkollës fillore, do me thonë, jëmë konë maj mirë në vizatim gjithë, në shkollë fillore, në shkollë mesme, mane s'kom pas vizatim. Po edhe vizatimi është veç që kom pas si talent, si dhe në tipi zotit, kështu nuk është që
kom vazhdu S'është që ke me praktiku perfekcionu vetë ato, ke- apo merr vesh. Bilisht tash në pandemi, masi pa taku shumë më ra me marr lapsën edhe në fletë madhe, veç me këshyr ku jam me vëzatim, po dyshysh nuk kisha harru, alo i bëjsha vija të njëjta alo edhe pse mas disa vjetëve. Po, okej, ato e kam vetë si talent kështu. Po që normal nuk e edhe kam- talenti më i madh që edhe e ke vazhdu është muzika. Edhe po më intereson bregu i dillit, hip-hopi, koha të ide, sa që je kyçën muzikë për njerëz ndoshta që nuk e din, po më intereson që ato periudha e re, periudha e kamotshme që u konë. Po, i kom pas, dikon 16 vjetë, nështë kur ja kom nis me shkru tekste dhe me këshyr me gjetë studio me bo kongën e parë. Konga e parë u konë dikon që atëherë. Me 16 vjetë, thash se basketi u konë dashnia e parë, ma nej, si u kry epoka e basketit me njerë, dhe që ka lind muzika. Po. Edhe prej 16 vjetëve, ka fillu se tash s'po foli, atëherë i kena pas kushtet e shtira, e kejtë ta gjëllë ma të mira, se qashtosh po kejtë i dina ato. Edhe fillim ja kena nisë qashtë, në për rrugë, të bo freestyla, s'kena pas me inqizu, s'ka pas studio që shko sët, edhe S'ka pas rrjetet sociale ndoshta. s'ka pas kur gjë, po thjesht veç u konë dashnia shumë e madhe për muzikë, për hip-hop, se thash me 16 vjetë e kom nisë me shkru tekste dhe e kom inqizu kongën e parë, po realisht unë qysh prej shkollës fillore, prej klasës të 4 e kom ngu Tupakin. Prej Tupakit jam njoftu me Biggie manej, prej Biggie Tran manej, Cypress Hillat, VP Old Schoolit apo merr vesh, Cypress Hillat, Nasin, kejt reperat e New Yorkit, krejt edhe jo më rrit në qatë frymë. Edhe nuk kom pas ka me ik. Do me thonë, qaj u konë muzika, qaj zhanëri muzikës, hip-hop, rap u konë, jo më rrit me ta dhe manej ka fillu në për rrugë të Prishtinës, breakdealit, kena bo freestyla shumë, kena konë bashkë në atë kohë para se me konë të djes, e kena pas një grup të mahallës, manej bregu dealit të konë edhe Linelli në atë kohë bashkë me ta, kena bo shumë freestyla, shumë battle kena pas me repera tjerë, u konë shumë interesant. Manej është njënin për battle që kena pas u konë me Onatin, do me thonë një më konë këndër Onatit, edhe për që atyt jena njoftu, për që atyt ka linë manej shosnia, mas battle jena bo shok, bla 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 bla, ka vazhdu gjithë shka. Edhe kom përfundu në TDS. TDS që na konë 5 veta kër jem hi, manej ka orë të reduktu gjithë vetë, 4, 3, 2, dhejsa mos ka pas, dhejsa mo u shduk vetë se epoka e grupe, se egzistojnë mo grupe, kërkon botë. Edhe për ndryshe bashkë vazhdojna hala me kejt ata, kam kontakti, kam shok, me Onatin edhe bashkë punojna, po nuk është koha e grupe mo, nuk është koha e labelave, është ma shumë e solo artista, se cili ka qef emrin e vetë, me avancu, me rritë, si mas kohës. Mane edhe u konë konga si manekene. Po, konga si manekene, mas nej është, unë folja kejt për fillimet, kër i kom pas 16 vjetë, 17 vjetë. Konga si manekene i kom pas 20, 21 nëse s'ga bëj mas shumëti. Që atëherë u konë shpërthimi jonë i parë kështu në publik, në masë, edhe bashkëpunimin atë kohë me skillsat, ishtë skillsat edhe atëherë, do më thonë, edhe ata u konë atëherë grupë, si që ashtu ka funksionu atëherë, që pa të rezultu me sukses ka gjatë madhë. Edhe me që ato e kom pas një farë bumi, shpërthimi i parë u konë qaj, ma ne i kom vazhdu, e kena pas një bashkëpunim me Kreshën, e kom pas një bashkëpunim me Nora i Strefi, në atë kohë si të djes, Kaje, Konga, që dhe ajo pa të pas ka gjatë sukses të madhë. Ma ne i pauzë, pak e që shtu ma ne E ju... që të vëdu më lidhe që e pjesa pauzës o interesant, se dyqysh në qatë kohë, krejtë kanë ditë që moj kjo talent, edhe na e kena ditë për vete, gjithë ja unë bo kime dhes, po u kone varë periude pak e fështirë për ty. Edhe dire sa erë konga sjena mu, e kalë zëma qatë periudë sa u kone e fështirë dhe sa duhet me konë i dedikum një njeri, në këtë rast te, që me njek andrën deri në fund edhe ma në fund me thonë me shfaq talentin në për krejtë shqiptarinë edhe nështë në Evropë e gjithë ka. Sa u kone e fështirë që ke pjesë për ty? Po, thash, i kom pas 20-21 vjetë, që më konë shumë i ri për me menu dësane qysh i menaj tash. Edhe
thjesht qaja lloj fame e vogël e madhe, sa do që u konë me t'i djesi manekene kur pa dalë, kur pa të më shpërthy. Thjesht u konë diçka, jom hi me një botë të re, që nuk e desha realisht as ku jam t'u hi, as shkam pret, as kur gjë. Nuk më ditë në shumicën e rasteve qysh me vepru, qysh me reagu, se atëherë nuk ka pas as menaxhem, jo veçone po kërkush se cili i ka kryt punë të veta qysh ka mujt. Një reper ose një këngëtar i ka bo prej as dhe në zhë kejt punë. Edhe thjesht u konë një periudhë ku nuk kom ditë me reagu mas miri për shkak të moshës që e kom pasë, u konë diçka e re, edhe manej nuk kom ditë me punu, nuk kom ditë me shfrytzu që ato me punu ma shumë, po thjesht e kom shiju pjesën e famës, pjesën e suksesit që asaj, po, edhe kom stagnu një kohë, t'gatë, derisa ja nisa me menu ndryshe, edhe u ktheva prap me shumë punë, me shumë përkushtim, tu mos i përsërit gabimet që i kom bo, edhe menoj që gjdo andër që e ki, vish dosh me përkushtu, që shtash dosh me përkushtu shumë për me arrit, dosh me konë shumë i disciplinum që ato që e bën, dosh me marrë punën shumë serioze, se unë e vlerësoj punën tem edhe marrë shumë seriozisht njëjtë si njëri që qohet në ora 7, e ka punën me shku në zyrë, veshët, ka tesha dhe në njëjtë, e respektoj punën tem shumë. Kur shkojnë punë, kur shkojnë studio, kur shkojnë koncert, e japi 100% maksimumin, kam qef me jep, do me thonë për vetës, maksimumin gjithë, edhe qajo është. Definitivisht, edhe për shembull moj ke shumë se dim kur nuk u kon asë personi që ka pas qef me dalë në klub ose me pi ose qëtash i tjere pera të ri që nështë një kongë e bujnë edhe me njerë të qelë shishe. Unë e bile shpesh ja unë bunë nështë një 50 herë edhe bile një ditë bunë, tha o mësë më thërë me dojë se s'dalja. Së mbojnë për shtypje, nuk më ka bo për shtypje kur as me qelë shishe, as mu duk para dikuj që këm, as thjesht e kom dasht muzikën para se me menu parën. Apo merr vesh. E çaj është më e mira kur ti e dën punën tonë mas pari, se unë gjithëm, pa marrë parasysh në sport, në zanat, në artist, që e menon parën para artit, kur s'ki me art e artit. Apo merr vesh. Në artin, artit vetë e bjen parën. Ti bënja punën, bënja izmetin, manej suksesi s'ka me mungus, besoj kur. A mendon Mike që kështu që shje well-rounded artist, që e merr Mike i respektin, po, që e merr Mike i respektin që do të me marrë. Prej audiencës, prej repera, ma shumë kësha thonë pej kolegëve, se audienca normal që të pranon, për deri sot vinë koncerte, i ki koncertet full, ajo vish dihet vish, pej kolegëve tjera, a menon që e merr respektin, so e meriton. Paj, s'po di qa me thonë, në përgjësi në Kosovë, jo vesh muzikë, për në gjithë shka, është një munges e respektit drejt për drejt mes kolegëve, mes njerëzve, zakonisht e njerëz mos mirë njosa, për gjithë shka kështu janë mos mirë njosa, nuk se di. Për shambull e shenë Amerikë, shambull dhe madhë, e shenë Drake i deli falemnderohet X artistit, Eminemin, kur e thirë në stage. E thirë në bashkëpunim edhe ja thët 1000 fjallë që nalësh edhe këshyr për një kondit t'inglën ka njerë si fans, pa i nuk jem shef që ato, apo merë vesh. E të na nuk eksistën që kjo, respekt direkt nuk eksistën. është pak e çuditshme, jo veç tonë, jo që unë pres për një artistit të ri me armë me respektu që ashtu, po në përgjësi, po flas, nuk e di, po nuk po thëmë që së respektojnë, i respektoj, më respektojnë, po prap thash është një farë. Lloj xhelozie vogël. Jo xhelozi, s'po di ç'më thon, o du me hi anaj. Ja, me pranu për shkak më thon bravo G, you killed it. E ke po dhe, është pak që mungojnë komplimentet kur ti e bën në send mirë, po nuk mungojnë kritikat kur ti e bën në send të keq. Që s'është jo të keq, po pak më të keq se ato të mirën që e ke pas, apo marr vesh. Se unë ka ndodhur për shembull i kam bërë 6-7 hit e ran çdo vit ose edhe mas 6-7 kom qit njërin që është shumë normale, mos me pas gjithë sukses, nëse s'ka si njerin botë që ka sukses non stop. Edhe më ka ndodhur mos me pas një kong
sukses që shka pas konga kalume. Po. Edhe s'kan hezitu me njerë kritikat, apo merr vesh. E çaj është e keqja, që duhet me pas edhe komplimente një që shka kritika. Duhet me pas çaty është respekt. Që on Sa vështirë me mojt një artist prime time, edhe a bazosh në këngë tua nga jeta personale. Prime time është që thojnë 15 minutes of famous i ka se cili, apo merr vesh. Ma shumë se 2-3 vjet nuk zgat kërkush nuk është në prime time, menoj unë kështu. Po ose me pas atë vëmendjen, çdo sen që del i ri ka vëmendje, po s'do me thonë që është më i miri, s'do me thonë që prime time se di, është varet e sa punon ti. Për shembull 3 vjet mundesh me pas vëmendjen të publikës shumë, të mediave, çdo lëvizje jotja më bë shumë e madhe, po mas 3 vjetëve s'ke me pas ato. Se del diçka e ri që ta merr vëmendjen, po s'do thotë që është më i mirë se ti. Ose s'do thotë që unë jam më i mirë se dikush që është para meja, apo merr vesh, thjesht unë e kam marrë vëmendjen që jam dalë i ri, çdo sa në fresh që del i ri, tërheq vëmendje. Prime time ma nej është në varet çush ti punon, në varet çush. Moj kisha shumë punon, unë producenta kom shumë shoke me kanë 3. Thuj me nëtë vjenë se i konja 3 hitët e unë në studio. Krejtë do me thonë qdo producent që moj ki bashkë punon me ta. Po, është vërtet që ki gjithë ka kongë nice. Kam në për studio gjithë ka në për Prishtinë, kam inqizu, i kam për mi shumë demo, kam nështë tanë se cilën studio i kam 20-30 demo të pakten, që është sen i mirë, që nuk më hub dashnia është njëjtë si herën e parë kër më shku e kam... E bën me vullnet, me dashni. Bën me vullnet, me dashni si herën e parë njëjtë, do me thonë, gjithë shkoj me vullnet në njëjtë, me dashni njëjtë në studio, kur nuk shkoj me prites, kur nuk shkoj, nëse vesnina që ashtu nuk shkoj heq, apo merr vesh, po është mirë ajo me pas, po e keqja është që mungon finalizimi i tyne. Albumin s'na bone, që sojmë të të thumë. Po është, po që aty është mungon finalizimi i ty nëse unë jam reper që kjo puna jam, unë e shkruj tekstin, hinë studio i në qëzoj, po ma nej, për me konkretizu një diçka, për me finalizu komplet, dhvyn me pas ekip ma të madhe. E është problem gjithë me gjetë njerëzit adekuat për një punë caktume që ti dënë, që do të me ta kryu është shumë problem se di. është tirë me gjetë njerëz punëtorë të na, është tirë me bo ekipën që ashtu të madhe edhe për me finalizu, se realisht unë kam material, jo për një album, për 2-3 albume me pas, po është pjesa marketingit, është pjesa e asaj, është asaj, e tjetër se... Nishin sani që unë s'moj mi buve. Plumë Qitakun, menaxherën e Dafinës. Se plumin e një mati, unë menej që plumi ka gjë shumë në atë maksimumin e vete ka jep mu marë me ekip tina. është ka gjë punëtor edhe ka gjë jep. Për saj njënë plumi mu ka duk që është ka gjë... Nështë të të najke në shumë lëtë menaxhera, nështë të abdi nuk e kësha veshu se se cili mënohet me ato të... Ata tjerë si njëne, unë për qaj një për thëmë plumin e kom po që e jep ka gjë një maksimum. Mës mjallon borë Dafinës e... Realisht, Dafinën, plumin e një dhe plumin e njën bashkë, edhe prej basketet edhe mëti. Edhe sa një luj shumë bashkë. Realisht, plumi si në punën e vetë nuk është ashtë që e kom për cilën 100% në detaje sene, po do këtë puna, do këtë suksese. E di kur ja prejsha flok, 100 telefonata, shkadi atje mere to, mu do këtë që është... Me qëra fjallat e Dafina, kena në kësan 3. Kur angazhohet, për ato është, menoj që se bojmë punën Plumim, Dafina, Giki, Kate, jonë ka gjani ekipe mirë, ka gjani ekipe mirë. Qa? Naj konga, naj qa? Po, se di, është... E kena bo një farë konge. Lej, si tash pa modesti e kena bo një kongë shumë të mirë. Super të furnë. Qa unë e fulli për ty, është një super kongë që... Zdi. Tash aveza s'pe dihet më kurra, po merë vesh se të boret krejt pistuatës për momentit, qysh po qëllën koha, po mshelëm, a perun kur shko në Amerikë atërë? Jo, më në majë në Amerikë, largë. Jo, është... E kena përfundu kongën, po prej se me përfundu zgjerimet edhe ma nejtë të shumë. Sa është... Ja gjetë kuhën. Po, ja gjetë momentin. Po, nice, Dafina është një super artiste,
edhe ekipa e vetë është komplet nice, kështu që Edhe nuk e bu kong me naj tham, se e pas ke bu që tash me gjensile, na mo veç me një këngëtare, veç me besa këndhimin e ke pas para një 15 vjetë. Po, pasë me Norën edhe po, kështu po, ma është njoni, është si bashkëpunim e veçantë se kur kom dalë si Mike emri, si Mike kështu, është dhe me thonë bashkëpunimi i parë që po del me një femën edhe është po del me një super artist e thash kam shumë respekt për Dafinën, komplet për ekipën e saj, se jam punëtor edhe kam punu shumë edhe kam pas sukses shumë edhe besoj që kur bëhen dy artistat mirë që punojnë, e dojnë muzikën, besoj që kam e pas rezultat mirë. Po nga ka dalë mirë, ta është të shumë. Më kujtohet, unë e plumi moj, këtë unë e të lytë sëni, edhe në qatë ko shumë mati, do me thonë që sa ja pat njës me knu 18-19 vjetë, edhe kënej këtë unë në shpeka një relsheke na i zotë, po më thirë nona në telefon, ta kështë të bërtit bre, o thash moj këtë. Që ato kujnë konë shumë torta, po nejse, dhe po dalim pak për muzikës, se po du pak njerëzit me ditë edhe onë tua tjera, so je i apasionu mas kerëv, e dina që e ki 3 kerë, një Porsche, një Audi, një BMW, edhe është e vërtet që sortë e bën një spot me një kerë e blenë me një hera, që vëtrivi. Po se di, me mosh shkën gjithë shka. Me mosh njerën po ndryshojke shumë sene, prej kohës kër i kom pas 20 vjetë dhe i stash në 30-ta kër kom hi, ka ndryshu shumë sene. Edhe është e vërtet që e kom pas një periudhë kështu ku jom konë shumë i fokusum në kere, më ka pëlqy adrenalina, shpejtësia, më ka pëlqy keret në përgjësi kështu. Po nuk është mo që praktikoj shumë shpejtësin, shumë rallë, për shenë, pëthuja se e voziti një dile, veç për qef edhe kur dalë nuk pigroj më shpejt. Më ka ikë dyshysh që ajo, dyshysh u konë një fazë e shkurt, që më kam pëlqy po, e kom hekat, qef, e kom pa, kom vozit keret prej matë mira, kom pas do për ty, kom pas, e kom dru, kom ble, nuk po mdohet interesant. Nuk ka asë një si Golf 4, që? Golf 4 që kom kjeli parë, dash një e parë. Edhe ajo dera që kom që e domi, do keme më fel ka dole. Edhe tash së mbojnë shumë për shtypje të qysh. Në jo vish në sam, po du me lidh me kërë Raoni, apo të shtem mikro shpejt? Po, aj ka qef shumë. I tanë kjerët, edhe i blej lodra kjerë, edhe i pëlqen për shumë. Kam shu emnat krejtve. Halo me emra kështë jo, veç ja u gjenë dhe qysh, që thot na dvetën. Po, e dënë shpejtësin kështu. Kur jam me të në kjerë, ma bën graj shpejt. Moshe. Non stop. Po, e kur të dhu, kur të kam su kështë? Po, ka njerë do të nga prish shefin. Majke dina që të bjerë me uthu shumë kështë në për Evropë, në për botë. Kur të thejesh në Prishtinë, si njësh, a thu kisho mujt me në rrugë që të sen, a njësh a rahat, thu shqyqyr që i erdha, po du pak puna që të bjen me uthu shumë, si... Po shqyqyr që i erdha është gjithë, se... Si shpia jo të s'ka, për marrë vesh, e keqe, mire, bardhe, zeze... Që kjo që i kena? është e jotja, që të jom lind, që të jom rrit, në që të frym... Pa marrë se shtë kejtë seneve të këshia, që na prekupojnë si qytetarët këtu ujtë, prap dhe qysh e dënë fund. Po është shpesh kështu më vjeni nati dhe thëmë, qysh s'mujna be me bojë qëtona, qysh s'mujna, qysh se kena qëto, qysh... Tu njës pisane ma të vogla, pi komunikacionit, pi gjithë shkafit, po... A petë që këllaj që të qysh e dojna, a ke po, ka të shkojna në ndëspresë po, në këty. Ka shumë sene që kësha ndryshu. Kejtë senet me mujti kësha ndryshu kështu për të mirë po folë, se ka qatë shumë gabime dhe qatë shumë senet këshia. Po prap është venë jëtë, e dënë, kom me nëzëspres mu këthy, e du venën tem, edhe s'menoj kur me ikë për këtujt, shkaku i këtë senet këshia, po kam qef me potu për paru dhe kam qef edhe vetë me kontribu sa ma mirë që është për të mirën e venit tonë, të armën e fmive tonë, apo merë vesh, se qaska Kosova që s'munët më bo shtet evropian. Jena veni vogël, jena pak. Kështu që besoj shumë, shpresoj shumë që në të armën
Kena me konë shumë ma mirë se sa që jena. Ashtu nis pi probleme, pi ma të vogla, pi gjithë shkafit. Këtu si qosh me nxes ki me qka bosh nërvaz. Po nuk po thëmë që dhe s'ka sene, po me nej ka sene që jenë përmirësu shumë, po foli prej me njerë mas luftës dhe i tash. Ka koha, lona, jena shtet i ri, po... Sa o vështirë me pas një lidhje kur je ftyrë publike? Qa lidhje? Serioze? Po vëllë na i lidhje telefonike, jo, pëse po më vetë mua, vla, unë që jam lidhje. Jo. Jo, menova sa o vështirë me majt një lidhje dhe pse s'je në lidhje. Nështë ta, qështët, se ta Po bura... të shakon lidhje, të kisha kallëzu, po s'di vëllaj. Sa vështirë me pas të tamën. Po se, qa të shtirë sa që s'ka më vla. Apo merë vesh. Okej. Ka qa vështirë? Ja, be se di është. S'po di qa me dhomë për këtë pyetje, po... Vjen edhe ajo. Thash është problem gjithë të njerës që janë të përkushtu në karierë dhe të fokusu me më rri, diçka është gjithmonë e shtirë, jo në muzikë, po në gjithë shka. Edhe për një famë në karieriste është shumë e shtirë, me gjetë një mashkull që i përshtatët, që apo merë vesh është problemi dyanshëm është shtirë kështu. Po besoj që vjen edhe ajo në momentën e duhen, kohën e duhen edhe bëhet. Apo menon që përna qelin në diskotekat për këtë fund? Jo. Jo. Veç jo, s'pona qelin, A ka po malli me knu? Po malli me knu, ku unë kom knu vera ke, edhe po vazhdoj me knu jashtë kështu, po... Me kish pas një farë lezeti se për një me nga ka ndryshu be shumë sene, qëtash nga ka ndryshu shumë sene për të kesh, okej, e pat dyqysh pandemija, ke një vjetë e gjys, e pat prej gjithë atyne të këshia, e pat edhe një anë të mirë ku ke mujt me najt pak, me shiju kohën të pushu, me familje, jo anej, jo kënej, ke pas dhe të mirë, apo dyqysh ta shumë mërzitëm shumë, valla. U të prush tash. Unë jo mërzit shumë, qëtash, kur po mbjen me uthu në Evropë, na me viza, që këna pas gjithë problem me vizë kur ke shku e sene, plus vaksina, plus po do të me bo testin e Covidit ma i ri se 48 orë, apo merë vesh, qëtash në Zvicër kur kesh, po distash kur kesh në Zvicër e kom kalu, policët e parë ma kanë lyp testin, që e kom bo që jam dalë negativ, mas atyne ma kanë këshyr vizën, pasoshin, pas kontrola, mas pas kontrola su dash me plëcu një formular, me pyetje kur ki dhe i sa ki me nejt, kur ki mu këthy, në cilën ata leja, apo merë vesh, jo vesh për Kosovar, jo vesh për Shqiptar, po për kejt e këshim bo ata, ajo është, po diqysh na kanë kompliku jetën be, shumë e kompliku, me gjithë shka u kompliku, u bo te për mua, po merë vesh. Qajo, sidomos në fund festa, po më nej festa fund vitit, viti i ri, do me thonë që është, mos me pas, mos me punu, diskotekat naja që shdohet pak. Nuk o lezat. Një farë depresioni, apo merë vesh. Plus ma nej qëtorën, policorën, s'pe kuptoj, pse prej 12 dhe 5 në nxes. I ashtë për shambull, ku do që jem kënë, qëtash në Europë, kërko nuk kanë orë policore, kanë masa. Do me thonë, ku të hesht ta lypin testin, vaksinën, dush me përdor mask, po 24 orë është qela, se nuk del virusi për 12 dhe 5. Natën. Qaj është pak kuptim për mu, pak e çuditshme, po qa me bo? Inshallah po na qelin se definitivisht festat e fund vitit s'po kanë lezet, pa klaba, pa neja. Met, apo shkojna me pyetjet bëndës që i kene? Shkojna. A ne pianisi, ne? Hajde me. Majk, për pushime, të zakonisht, a i preferon ma shumë kështë plazhën detin, a ki ma qef bjesh me malin, qka e pushon majken ma shumë, qka ki qef me i për zhurmës pak. Se di, une pushime, ma shumë se 2 dit, 3 dit kërëzbaj. Srihet. Heq. Po jo veç pushime kështu kur nisna pushime, se unë ka njerë dhe kur kam koncert në event që s'jom konë ma herët ose kam qef me shfridzu pak, po prap nuk më rrijet sa me nëj me najt. Diqysh, ma shumë se 2-3 dit kërkon nuk me A najt. përse që e që tha me herët e merë molli për Prishtinën? Po ma lyp diqysh më këthy me njëherë, ma nej kur të kthejnë, e ma një farhezi prap, ma i me dojlë, po... Shpesh e ka pak. Po, me najt 1 javë, 2 javë, 3 javë, në dete, s'ka ndodhë kur, ose
Se di, më pëlqen deti, su cila I ka ato të vetat, edhe deti, edhe dimri ka lezetin e vetë, më pëlqen me shku në bje shkejt, kur është bora shumë e madhe që asë nuk mund është me dëpërtu ase që kam qef që ashtu me shiu. Cabin fever. Vden është nice edhe ajo para një kaminit, një dzekë. Mirë, po dhe deti. Ja, më pëlqen me ndru dyat, kam qef me shiu çdo sen, çdo vend ku jam, edhe ma të keqen vend, kam qef me ja bu diqysh pak, me ja ndresh vetet, me shiu diçka. Po thojnë, në kohë që nuk bjen shi kur nuk ja den vlerën dillit. Apo marrë vesh. Bravo. Bile përktheva për anglishtit. Dënimi më I madh për policisë? Dënime... Kur e kam zonë ranin, figra. Kam dënime, s'po t'i vallojnë, kam dënime këgja. Kam, se thash, kam pit kalumës ma shumë. Se thash jam ma I kujdesshëm edhe... Sidomos mrena në qytet, jam tepër I kujdesshëm edhe monona me respektu këtë regullat. Shumë, të në kohë. Pa I verës jena 3 muj dit, 2 muj dit thuja se çdo dit jena në rrugë. Edhe m'bjen edhe me vozit, m'bjen me pushu, m'bjen gjithqysh, po me që du edhe vetë me vozit kështu, edhe kur jam I lodh ka njerë kam qef veç me marrë, veç me vozit. Ki qef me bo gjera për qef? M'pëlqen vozitja shumë, e du është jaj diqysh. Po dënime kam thash ma shumë pit kalumës, po jum urtu vetë diqysh, vetë vjen natyrshëm thash aja, po merr vesh të bëhet bajat, shpejtësia më nuk. Edhe I respektoj rregullat, si ti e lidhi rrypin, bile shpesh ma bojnë dhe dosta, pse s'po blena se, po s'po bleja se për qëta u bo kjerë, apo merr vesh. S'kam asë. Apo një me sortin gërbi lidhë. Po lidhë, se diqysh, më ka bo shpreje, shpreje e mirë. Shpreje e mirë, be, diqysh se të shdosh më lidhë. Edhe, më nona, pakten Prishtinë, mrena në qytet, I respektoj shumë rregullat, ma në autostradë, kur del pak pa I gra shpejt, s'ki qarën e herë. A e she kur nalin policia, për shembull, kur të shohin si ftyrë publike, si majke, atë ndodh, me thonë, okej, vazhdo veç. A ka me respekt, për shembull? Pa, se di, është pak e çuditshme, thash, unë nuk I prezentona kur si majke kërkujna. Në emër mbi emër, po jo, se ka dikush që lën ma I vjetër nuk nje, ka dikush që është ma I rim nje, edhe kështu më respekton veç pse jo mëne, kuptohet kur nuk kom bo naj fargabimit malë, se kur është naj fargabimi shumë I malë që është I pafalshëm, asone nuk kam ftyrë mi u thonë, apo ma falë, apo ma rresh, apo kom bo. Pa naj telefon, aj si do të vogla. Po, ka raste kur të lëshojnë prej respektit, ka raste kur së mnjojnë edhe nuk ja u bëja asë modhe, as veç vazhdo, kryje punën tonë, unë e kesh gabim qa me bo. Amo që akoni të mirë është për shumë, kur do me kry naj shërbim, anë e sanë kur se prezentuat njerë dhe me emën të vetë. Edhe një herë pa të ndosh me ungër hamburgera shumë vull, edhe tërë një farë kompanije, whatever. Edhe më falja për nëni, po, a bën 2 hamburgera, jo, se pak, po moj gjem, ani. Se di, ka njerë është mirë, ndo situata është mirë me përdorë, ndo situata jo, po s'di, thjesht shumë rolle bëj këtë sanë, te por roll, sidomos kove të fundit që nuk jem të e boheq. Kur je unë s'ki qare, fes, aty kur të rëgë për hamburger. A më është dhe tripi tjetër që së të dim për shumë që je këngëtara, ju përmen namën mundën me të anritë për shumë shmimin double, dhe që kështanë. Për shumë qëre, Shqipni dhe Kosovë, në Shqipni është tjetër muhabet. Shqipni prej të voglit, dhe I të maj madhi, din me të respektu shumë, din me të neru shumë, në çdo sen. Nëse është puna një foto me të nalë me bo me ty, din me të leon për shtypjet mira, njëra që është qasët, njëra që është thët për me bo atë fotot, të thët 100 fjallë të mira mrena 1 minutit, apo marrëvesh, dëvan mu një mirë, apo marrëvesh, din me të respektu. Din ku dhe që të hesh me të respektu. Në Kosovë nuk është qëra. Në Kosovë ka, për që ata në Kosovë nuk I prezentona kërkuja si moj, kipe. S'ki nevoj asë me respektu asish si mojki, si njeri, vla, respektam si njeri, dhe njëm njeri se të tje, s'jona, po dënë qashto, hajde qashto.
Se ka pas raste kur e kanë kesh përdor, ka pas raste kur nëse prezantu si majk i hiq, po aje ka di që një majk edhe u sill mënyrë të keqe, veç pse një majk apo merr vesh, PR test, kush po menon qieti, pa bune kur gjë, po merr vesh. E për që ata ma nejtë se shfrytëzoj shumë, se po foljesh, Kosovë, Shqipni, në Shqipni din me të respektu shumë, përgjithsi. S'po thamë që s'ka në Kosovë, po ka dhe asë që vinë në njërë shumë arrogante. Sidomos Prishtina litur me ne që dhe Jay-Z jam i ordë. Po jo, ja nuk e kanë. Që Jay-Z jo nuk është, po vjen keq, po nuk është ashtu. Bohen që jaunin, po jaunin shumë. Po bohen dhe që ata po du me thonë edhe ne, nuk e kanë kështu real, po bohen. Bohen që jaunin, po jaunin shumë. Që ata bohen, Prishtina litur. Lujnë, e kanë pak ego, është pak një. Po ego pa lidhje e rrajshme është, se s'është ashtu. Ti kejt me vetë stash thot, ja ban se këshyri Big Brother s'kan vakt. Pak nësë ja folë për Big Brother, kejt ja nisin, kallzojnë detaje, qa ka ndodhë, apo merr vestin. S'pe këshyri vish po m'del në Instagram, që ke forë të vojë që ke. Ashtë pak. Mike, patikat favorit Mojkit. E dina zakonisht referat janë pak ma sportski, ma gjërbon. Ma sneaker, Valla, i kam një 6-7 par Air Force One. Classic. Qa to? Janë të Jordan 1. Ja, këto në Jordan 1. Air Force One janë... Gjajshme janë, si qa to në A low tops, a high tops? Low. Low, okej. I kam edhe high, i kam zeza, po këto tulltat se di, thjesht në pëlqejnë edhe i kam krejt bardha, tulltat i kam krejt bardha. Bile shumë foto i kam me Air Force edhe një komentus ma kësh bu në dit, më karon syru, në draj më këto patika, se veç me shto vëdel. Realisht unë i kam 7-8 parë, po i kam kejt njejta. Së më pëlqenjë që ato, të bardha më pëlqenjë që ashtu i duhe Air Force. Edhe në Amerikë është patika numër një Air Force. Po është interesant, rrinë me qka dush. Low tops janë me t'gota, high tops janë me shorte. Rrinë me qka dush, ndash me katë, ndash me farmerka, ndash me pantolle, ndash me të shkurta, me qa dush, është patik. Klasike. Edhe për kam është shumë e mirë. Nuk je këtë për stilit shumë më. Po. Menoj që, masive që kam qatë shumë për tyne, që ato janë. Cili repert ka influencu si i ri? Po thash, në klasë të 4-5, ja kom njësë, jo të 5 në bili, po të 4 në sakt. Me ngu të pakin. As pa e di qa po thët as kur gjë atëherë si fëmi, po më ka pëlqy, ma nej të interesu, të mësu anglishtën, të kuptu qa po thët në tekste, të marrë veshe, të pakju kohën i pare që më ka shti me ngu i pap. Reperat Mike në përgjithësi të na, thu ma shumë janë ka West a East? Të na? Po, shqiptarët, reperat shqiptarët, West Coast ose East Coast, East Coast big e këta... Po menon qa ju pëlqen ma shumë? Po se di, valla, nuk... Te për vete, për shambull, a se ki ashtë... Po se di, ka ndryshu, mo nuk është as mo qaj e West edhe East. Ka ndryshu, Tash ma shumë është mid. Tash ma shumë janë këtu, që Lil Wayne, për shambull, asasi është. Po dhe, që ata po thëmë është nuk ka rëndësi, mo, jo veç në Amerikë, po ku dëmë botë, nuk po ka rëndësi as mo, pikajt vjen... Po që drejt Kanades, për shambull. Po dhe, është prej Kanadës ka ardhë, është që 10 vjetë, që një dekadë është në perepera ma të mirë, mos të maj mire, me sukses me punë ka vërtetu këta. Edhe nuk ka rëndësi mo kjo. Ka ikë që ajo kohë e Westit edhe Eastit, ku jënë shty, cëllët ma të mirë, cëllët kejtë po din me boj pop, kejtë po din. Po dhe s'ka rëndësi mo pikoj tje, së të na ki plët që jënë ardhë për venev tjera, po kanë një farë lloj suksesi, pe kanë. Na i thamë për fund, a kime na thonë që kena haru me të vetë. Bale këna vetë. Ja, për fund, vesh faleminderit, u kënaqa. Faleminderit si ke ardhur Mike edhe për emisioni ma ndryshe, pyetjet ma ndryshe, sesion kom këngë gjama të... Apo do pak ma ndryshe se për emisionet tjera. Lafë muhabet, si të verbere mo. Kena full për halk. Ja, mirë, jom kënaqa shumë, u kënaqa se ke ndryshe. Faleminderit Mike. Faleminderit Mike, shumë. Ishte kjo krejt premier Thisit Metit me Majkin, së dhe kena bu një super show. Faleminderit edhe për juve që na keni shiku. Po dhe në fund du mi falenderu sponsorat, Go Plusin, Vatan Medin, Venom Clubin,
Po edhe gjithashtu klikën, kameramanat edhe kretë shokët tonë që na kanë përkrahur, kështu që faleminderit shumë, shihemi javën tjetër. Vatan Med, klinika lidere turke për mbjelljen e flokëve, protezë permanente të flokëve dhe mikropigmentim të flokëve. Tani ofron edhe shërbime dentare dhe estetike me ekip profesional nga Turqia, me teknologji inovative dhe ambient modern, në qendër të Prishtinës. Vatan Med. Na e kallim ërën Jena fort si hekër Na e bojna eger U kall loja Fito Porsche Taycan elektrik me Go Plus dhe shumë shpërblime tjera elektrike duke regjistruar kodin që gjendet nën kapak në lojagoplus.com. Go Plus, go eager or go home.